Buxheti i shtetit ka mbledhur më pak të ardhura se plani si pasojë e performancës së dobët të pushtetit vendor në 8 muajt e parë të 2016. Ky fakt është pranuar edhe nga ministri për çështje vendore Bledi Çuçi, i cili ka deklaruar se për të analizuar faktorët real duhet që të mbyllet viti fiskal. Taksa e pasurisë është një prej zërave më problematik për sa i përket mbledhjes së të ardhurave. Në 8 muajt e parë të këtij viti, pushteti vendor ka krijuar gropën më të madhe të mosrealizimit në buxhet, i cili arriti në 4.5 miliard lek. Nuk është shpejt për të folur sepse viti fiskal ka edhe 3 muaj të rëndësishëm për sa i përket kësaj gjë, sepse janë edhe me 3 mujor, kështu që kjo është një gjë që ta diskutojmë në fund vitit, që shohim se si ka rezultuar performanca fiskale. Megjithatë, sigurisht që në këtë vit po bëjmë edhe ligjin e financave vendor, që në një farë mënyrë do disiplinoj edhe më shumë, do japi diskrecion edhe më tepër bashkive në mbledhjen e të ardhurave. Ndërkohë, në lidhje me djegjen e mbetjeve në disa qytete, Ministri Bledi Çuçi thekson se ky problem mbetet fenomen sidomos në zona turistike, ndërsa ligjin për importin e mbetjeve e sheh si një mundësi për disiplinim. Besoj se djegja e mbetjeve nuk është një fenomen i ri në Shqipëri. Fatkeqësisht na ka shoqëruar në gjithë këto vite tranzicioni. Situata sigurisht që akoma nuk jemi aty ku duhet jemi, sidomos për zonat turistike që nuk do të diskutojmë këtë problem, por është shumë mirë se çka qenë.